Përshëndetje nga vendi fatkeqësisht ku kemi një viktim si pasojë aksidentit fatal që ka ndodhur mëngjesin e sotëm rreth orës 7:40 minuta pra në segmentin e 26 të autostradës së kombit. Sipas policisë, si pasojë e aksidentit fatal mes një kamioni dhe një veture, kamioni kishte targa vendore ndërsa vetura targa të huaja, ka humbur jetën drejtuesja e veturës me targa të huaja, ndërsa ka pësuar lëndime edhe shoferi i kamionit. Unë ndodhem këtu në vend ngjarjes, siç e shihni, organet kompetente po merren me pastrimin e vendit dhe largimin e automjeteve të dëmtuara. Policia është gjithashtu këtu, është edhe autoambulanca. Sipas asaj çfarë kanë konstatuar mjekët që kanë dalë në vend ngjarje, ata menjëherë kanë konstatuar vdekjen e drejtuesës së veturës dhe akoma ndodhet në veturë. Rruga është bllokuar, pjesa e lëvizjes për në Prizren, ndërsa pjesa tjetër është e qarkullueshme për të gjithë pjesëmarrësit në trafik. Për fat e keq, ky është aksidenti i radhës me fatalitet pas atij që ka ndodhur dje në qytetin e Prizrenit dhe urojmë që rastet tilla mos të përsëriten shpesh. Nuhi, a ka ardhur dikush prej familjes së të ndjerës, a është marrë vesh, a është shqiptare? Për momentin ende nuk dihet, sepse policia po merret me rastin dhe ndoshta pas pak minutash do të marrë vesh më shumë rreth kësaj ngjarje. E arsyeja e aksidentit? Nuk dihet. Nuk dihet ende. Okej, do kemi kontakt. Po, është mjeku, është edhe sipas asaj çfarë po shoh këtu në vend ngjarje, është edhe rruga e rrëshqitshme nga temperaturat e ulta. Ndoshta mund të jenë edhe shkaktarët që kanë çuar në përplasjen mes këtyre automjeteve. Shumë faleminderit për këtë lidhje, do të jemi prap bashk. Faleminderit shumë, Nuhi Saliu.